Kojmë drejt për drejt me mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Nici. Mbjet për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, kemi detyrimin që drejtuesi i prokurorisë posaçme të raportojë të paktën një herë në vit në Këshillin e Lartë Prokurorisë lidhur me ecurinë e veprimtarisë së strukturave përkatëse. Në seancë ndodhet i pranishëm drejtuesi i strukturës posaçme antikorrupsion, zoti Klodian Braho, i shoqëruar nga prokurore Dorina Bejko, i shoqëruar nga Vladimir Mara, prokuror drejtues seksioni, në mos gaboj, dhe nga drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta. Mirë se keni ardhur. Raporti është shpërndar, ju e keni dorëzuar, të gjithë anëtarët janë njohur, nëse mund të filloni brenda një kohe dhe temi të arsyeshme si dhe në herët e tjera të raportimeve, rreth 15-20 minuta. Fjala për ju. Faleminderit zërin kryetare, nderuar anëtarë të Këshillit Lartë të Prokurorisë, nderuar pjesëmarrës të ftuar. Në përmbushje të detyrimit ligjor dhe kushtetues po i paraqesim në mënyrë të përmbledhur të dhënat kryesore të raportit vjetor të vitit 2025 për strukturën e posaçme. Fillimisht përfitoj nga rasti për t'ju falenderuar për besimin tuaj duke më përzgjedhur drejtues të prokurorisë posaçme, se njëkohësisht ju shpreh edhe një herë angazhimin tim maksimal për konsolidimin e mëtejshëm të strukturës posaçme. Ky raportim është për vitin 2025, kur institucioni është drejtuar nga zoti Dumani, të cilin gjithashtu gjej rastin ta falenderoj për kontributin e tij në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Vlerësoj gjithashtu angazhimin dhe punën palodhur të prokurorëve të posaçëm, të hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit, të gjithë stafit të SPAK-ut, si dhe bashkëpunimin me institucionet vendase dhe partnerët ndërkombëtar. Gjatë vitit 2025, SPAK-u ka vijuar konsolidimin e rolit vet kushtetues dhe ligjor si institucion i kyç në luftën kundër korrupsionit në nivel i lartë, krimit organizuar dhe pastrimit produkteve të veprës penale. Aktiviteti i SPAK u karakterizua në rritje të volumit hetimor, intensifikim të hetimit financiare, forcim të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rezultate konkrete në ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë dhe grupeve kriminale. Raporti evidenton se gjatë vitit 2025 SPAK ka vepruar në funksion të rritjes së efikasitetit institucional, përdorimin teknikeve speciale të hetimit dhe zgjerimit të kapaciteteve profesionale. Janë reflektuar dhe janë përmbushur në masë të gjerë rekomandimet e rezolutës Kuvendit të Shqipërisë, rekomandimet e Këshillit të Ministrëve, si dhe të progres raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025. Gjatë këtij viti raportues, SPAK-u ka kontribuar në një masë të konsiderueshme në raportimin e vendit tonë edhe në kuadër të raundit të 6 të vlerësimit të Shqipërisë nga Komiteti Manival i Këshillit të Evropës, duke përfshirë në vlerësimin e 9 prej 11 rezultateve të menjëhershme të këtij procesi. Takimet në grupin e ekspertëve të Manivalit u përmbyllën në javën që shkoi dhe jemi ende në proces për zhvillim e shtesë që ka ky vlerësim. Për sa i përket volumit të punës, gjatë vitit prokuroria e posaçme ka hetuar gjithsej 871 procedime penale, krahasuar me vitin 2024, volumi i punës së SPAK-ut është rritur me 4.9%. Nga rritja domethënëse të vitit 2025 është dhe rritja e rolit proaktiv të prokurorëve të posaçëm. Në krahasim me vitin 2024, ky raport është thuajse dyfishuar nga 19.8% të çështjeve në vitin 2024 në 37% në vitin 2025. Nëse do t'i referohemi efektivitetit në hetim për vitin 2025, raporti mes procedimeve penale të reja, të regjistruara që është 294 dhe çështjeve hetimeve të përfunduara që është në shifrën 216, ka pësuar një rritje për 7%. Për sa i përket efektivitetit në gjykim, ka mbetur në nivele të qëndrueshme gjatë periudhës 2021-2025. Krahasuar me vitin 2024, totali i vendimeve të gjykatës së posaçme është rritur lehtë me 5.5% nga 72 në 76 vendime, duke reflektuar stabilizim të volumit të çështjeve të përfunduara. Vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, 66 nga 76, ndërsa vendimet e pafajësisë janë rreth 30%, 10 nga 76, duke treguar nivelin e lartë të efektivitetit të prokurorisë posaçme në fazën e gjykimit. Gjatë vitit 2025, numri i rekurseve të paraqitur në kolegjin e të gjykatës së lartë për çështjet e hetuara nga SPAK-u është shtullur ndjeshëm me rreth 63% nga 87 në 32. Për këto çështje, gjykata e lartë ka shqyrtuar dhe marrë 59 vendime përfundimtare, ndërsa një vendim është marrë nga gjykata kushtetuese. Sa i përket masave të sigurimit, një vend qendror në veprimtarinë tonë dhe politika penale aplikuar përmes masave të sigurimit, politika penale gjatë vitit 2025 është udhëhequr nga parimi i proporcionalitetit dhe i nevojës, duke
konsideruar arrestin në Bruk si mjetin e fundit të sigurimit personal. Kështu, krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit të arrest në Bruk ka pësuar rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numri total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Prej totalit të rasteve për vitin 2025, rreth 3.45% e tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit, ndërsa 21.14% e totalit të tyre lidhen me vepra penale të krimit organizuar. Në terma numerik, nga 434 persona në hetim në vitin 2025, janë hetuar me masën sigurimit të arrest në Burg, gjithsej 110 persona të arrestuar dhe 65 persona të tjerë në mungesë. Për veprat penale të korrupsionit është zbatuar masa sigurimit të arrest në Burg vetëm për 15 persona të arrestuar dhe 5 të tjerë në mungesë. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetej një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPA ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPA ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen në nivelet më të larta të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe struktura më të gjera dhe më të organizuara kriminale. Për sa i përket hetimit financiar dhe pasuror, sektori i hetimit financiar ka shtruar funksionin e 12 hetues, ndërsa vijojnë procedurat e rekrutimit edhe për 4 të tjerë, procedurë e cila është në fazën e procesit të vettingut të punonjësve që janë hetuesve që janë kualifikuar. Një rritje që duhet nënvizuar është dhe rritja e efikasitetit të këtij sektori, i cili tashmë operon me një rrjet të zgjeruar aksesi në 22 databaza shtetërore dhe private. Kjo ka mundësuar që të hartohen profile financiare të personave në hetim, duke zbuluar skema komplekse të pastrimit parave, të përdorimit nga persona të tretë të parave që përbëjnë produkteve penale, transferet e dyshim të jashtëtetit. Gjatë këtij viti kemi vijuar të zbatojmë parimin e ndjekjes parave paralelisht me hetimin penal dhe vlerët e sekuestruara dhe të konfiskuara gjatë vitit arrin shifrën prej 45.4 milion euro, ku përfshihet dhe sekuestrimi i kriptovalutave me vlerë ekuivalente prej 14.5 milion dollar ose rreth 12.4 milion euro. Për sa i përket çështjeve që lidhen me zyrtarët e lartë, vlera e pasurive të sekuestruara është në shifrën 1.1 milion euro, ndërkohë që vlera e pasurive të konfiskuara për këtë vit ka qenë në shumën 100.000 euro. Për sa i përket bashkëpunimin ndërkombëtar, SPA është tashmë një partner i besueshëm për agjencitë si Eurojust, Europol, agjencitë të tjera të zbatimit të ligjit, duke përfshirë dhe FBI dhe DEA. Gjatë vitit 2025 janë trajtuar 95 kërkesa për ndihmë të ndërsjellët juridike të ardhura nga autoritetet e huaja, prej tyre janë ekzekutuar 68 nga 27 kërkesa për ndihmë juridike, të dërguara në fund të vitit 2025, të cilat janë në fazë ekzekutimi. Krahasuar me vitin 2024, në vitin 2025 kërkesat për ndihmë juridike nga jashtë u rritën me 35.7%, ku zgjatë ekzekutimit të tyre luhaten nga 2 javë minimumi deri në 6 muaj maksimumi. Për nevojat e hetimit janë përpiluar 156 kërkesa për ndihmë të ndërsjellët drejtuar autoriteteve të
të huaja të vendeve europiane, të rajonit si dhe vendet e Amerikës Latine. Nga totali kërkesave të transmetuara autoriteteve të huaja, kanë ekzekutuar 55 kërkesa për ndihmë juridike, 3 janë ekzekutuar pjesërisht dhe 97 të tjera janë në fazë ekzekutimi. Ndërsa pjesëmarrja në skuadrat e përbashkëta hetimore mbetet një element thelbësor për hetime transnacionale. Në vitin 2025 janë krijuar 6 skuadra të përbashkëta hetimore dhe është dakorsuar me autoritetet e huaja për krijimin dhe 6 të tjerave. Kanë vijuar gjithashtu hetimet për 26 skuadra përbashkëta hetimore aktive të krijuara gjatë viteve 2020-2025. Për sa i përket bashkëpunimit me institucionet publike, sa i takon këtij bashkëpunimi është shënuar një përmirësim relativ gjatë vitit 2025, kështu hetimet e filluara me referime nga Policia e Shtetit janë rritur në masën rreth 70%, ndërsa hetimet e nisura nga referime nga institucionet publike kanë shënuar një rritje me rreth 15%. Nga ana tjetër, hetimet e filluara me kallëzime nga subjekte politike dhe persona juridike kanë pasur një rënje përkatësisht me 50% dhe 75%. Për 1 janarit të vitit 2025, SPAU ka marrë dhe kompetencët e ish komisionerëve publik, drejtuesi prokurorisë dhe 2 drejtues të seksioneve kanë trajtuar 41 ankime të pashkërtuara, duke përfunduar 32 prej tyre pranë kolegjit posaçëm apelimit ose në 68% në vlerësim me përqindje. Janë zhvilluar gjithsej 107 seanca gjyqësore për këtë proces, duke garantuar pasërtinë e figurës në sistemin e drejtësisë. Sa i përket menaxhimit të çështjeve, Prokuria e Posaçme gjatë vitit 2025 vijoi zbatimin dhe konsolidimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve me synim aktivizimin e plot të moduleve, rritjen e efikasitetit dhe gjenerimin e statistikave në kohë reale. Në janar të vitit 2025 nisi zbatimi praktik i sistemit me përmirësime të vazhdueshme funksionale ku përfundua zhvillimi dhe implementimi i modulit të referimit dhe procedimit pasurore, modulit të statistikave sipas formatit zyrtar të raportimit që mundëson dhe identifikimin e backlogut të çështjeve. Sa i përket burimeve njerëzore dhe buxhetit, SPAK gjatë vitit 2025 kanë ushtruar detyrë 124 punonjës, realizimi faktik i shpenzimeve është në vlerë 1.352 milion lek nga 1.408 milion lek të parashikuara ose 91% e planit të rishikuar. Një pjesë e madhe e fondeve është orientuar drejt pajisjeve elektronike, licencave egzaminuese dhe infrastrukturës godinës së re. Kemi përfituar asete teknike nga EU4LEA, ICITAP ose BNCA duke forcuar kapacitetet paranduar dhe buxhetin e shtetit. Për sa i përket Byros Kombëtare të Hetimit, gjatë vitit 2025 u zgjodh drejtori i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, roli i drejtorit në vite që do vinë do t'jetë përcaktues për të thelluar bashkëpunimin mes eptusëve dhe prokurorëve. Gjatë vitit 2025, BKH ka shënuar përparim të dukshëm në fuqizimin e kapaciteteve të saj dhe zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian. Drejt kryesore përfshin rritjen e numrit të referimeve, finalizimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Policinë e Shtetit sipas ligjit 29 të ligjit nr. 95/2016, si dhe procesit vijus të rekrutimit të 10 oficerëve të shërbimit të policisë gjyqësore, ndërsa aktualisht është bërë edhe për zgjedhja e zëvendësve të Byros Kombëtare të Hetimit rol për të cilin kandiduan 11 kandidat. Në aspektin struktural, BKH ka ngritur seksionin e përgjimit parandalus gjatë vitit 2025, ndërsa janë kryer zhvillime të tjera strukturore gjatë 3 muajit të parë të vitit 2026. Hetuesit kanë rritur aksesin në 22 databaza kombëtare dhe 3 huaja në negociata për të shtuar edhe 14 institucione të tjera dhe një agjenci të huaj. BKH-ja ka vazhduar gjithashtu pjesëmarrjen në platformën Impact dhe ka siguruar trajnime të vazhdueshme për hetuesit e saj. Këto përparime janë ndërlidhur me adresimin e prioriteteve të integrimit evropian, rezoluar me kuvend të rekomandimet e Këshillit të Ministrave. Për sa i përket sfidave për vitin 2026, pavarësisht sukseseve edhe mbeten disa sfida për të cilave janë evidentuar edhe në vitet e mëparshme që lidhen së pari me vazhdimin e hetimeve të mëtejshme të korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar, duke u përshtatur dhe duke u përgjigjur sfidave të vazhdueshme që paraqesin këto fenomene. Konsolidimin e veprimtarisë së mëtejshme të Byros Kombëtare të Hetimit dhe konkretisht sektorit të vlerësimit informacionit kriminal si një strukturë specializuar për mbështetjen e hetimeve komplekse, matjen e riskut dhe rritjen e rolit proaktiv për fillimin e çështjeve kryesisht. Nevojën për plotësimin e të gjitha pozicioneve të parashikuara në strukturën e Prokurisë Posaçme dhe të BKH-s, vazhdimin e zbatimit të strategjisë për uljen e backlogut, konsolidimin e plot të sistemit të menaxhimit të çështjeve, akomodimin në ambientet e reja brenda muajit qershor-korrik 2026, statusin e prokurorit posaçëm pas përfundimit të mandatit,
të mandatit, statusin e specialistit ndërlidhës, mungesën e kompetencës për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja, ekstradimin dhe deportimin e shtetit shqiptar nga shtetet të tjera, sidomos nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Të nderuar antar, raporti i vitit 2025 reflekton përkushtimin dhe profesionalizmin e institucionit që po përballet çdo ditë me sfida komplekse, por që po synon të japë rezultate të prekshme. Ne mbetemi të vendosur të vazhdojmë në këtë rrugë me të njëjtën pranësi dhe integritet, duke forcuar më tej besimin e publikut dhe duke garantuar që askush mos jetë mbi ligjin. S'pak do të vijoj me vendosmëri të kryej hetimeve të ngrej akuza të bazuara vetëm në prova dhe në ligj, duke shmangur çdo perceptim për drejtësi selektive. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbetet një angazhim ynë i përditshëm, i cili do të zbatohet në rast të parimit të ligjshmërisë. Ju faleminderit për vëmendjen.